Pas hyrjes në fuqi të udhëzimeve për paqen fiskale dhe faljen e detyrimeve, ekspertët paralajmërojnë se afatet e shkurtra rrezikojnë zbatueshmërinë e procesit. Ekspertët theksojnë se udhëzimet u miratuan 2 muaj me vonesë, duke u lënë bizneseve vetëm 25 ditë kohë për të aplikuar dhe kryer pagesat, çka sipas tyre bënte nevojshme shtyrjen e afateve për të shmangur ngërçet. Sipas kalendarit të tatimeve, aplikimet në e-filling mbyllen në 5 qershor, ndërsa deri më 30 qershor duhet të dorëzohen marrëveshjet, të paguhen tatimet për rideklarimet dhe 50% e detyrimeve të periudhës 2015-2019 për të përfituar faljen e pjesës tjetër. Ky afat vlen edhe për dorëzimin e deklaratave të padorëzuara deri në fund të vitit 2024. Falja po zbatohet paralelisht edhe nga doganat e Bashkia e Tiranës me kushte të ngjashme, ku pagesa e një pjese të principalit brenda qershorit ose dhjetorit sjell shuarjen e plotë të gjobave dhe kamatvonesave. Për sa u përket kategorive përfituese, skema ndryshon sipas fashave kohore. Për periudha deri në vitin 2014, detyrimet dhe gjobat fshihen plotësisht. Për vitet 2015-2019 fshihet deri në 50% e principalit nëse paguhet pjesa tjetër brenda qershorit, ose 25% nëse paguhet deri më 31 dhjetor, ndërsa për periudhën 2020-2024 falen vetëm gjobat, me kusht që principali të shlyhet 100% deri në fund të vitit 2026. Krahas lehtësirave për bizneset, ky proces mbart një rëndësi të veçantë për vetë administratën shtetërore në arkëtimin e të ardhurave të prapambetura. Ekspertët nënvizojnë se fluksi i lartë i aplikimeve në një kohë aq të shkurtër do të vendosë në presion të madh jo vetëm sistemin elektronik si e-filling, por edhe burimet njerëzore të administratës tatimore, doganore dhe asaj vendore, të cilat duhet të përpunojnë dhe të konfirmojnë marrëveshjet brenda limiteve të përcaktuara ligjore.